Edhe ajo bindje o prodhu në kohën kur përgjegjës i drejt për drejt, formal dhe zyrtar për sigurin e qytetarëve të Kosovës, ka qenë administrata ndërkombëtare. Pra ka qenë policia UNMIK-ut, kanë qenë gjykatat e administrume prej Kombeve të Bashkume, edhe aty këtu, ose në dimensionet caktume, kanë qenë edhe forcat paqëruajtëse. Ato kanë qenë instancat e vetme, formale edhe zyrtare të sigurisë. Vrasjet e pas luftës, sidomos pas luftës, kanë ndodhur në kohën kur ato instanca kanë qenë formalisht përgjegjëse. Edhe po ashtu dihet që është legalisht e pamundshme mi akuzu ato instanca për përgjegjësinë që kanë gjatë kohës kur kanë qenë në administrim. Sado që administrimi formal dhe zyrtar dhe përgjegjësia formale i bjen atyne. Nëse dikush o vra në qatë periudhë, atëherë instancat formale janë ato që duhet të adresohen. Edhe nëse ato instanca është policia UNMIK-ut, atëherë policia UNMIK-ut e merr përgjegjësinë për gjetjen, hetimin, kapjen, edhe instancat ligjore edhe drejtësisë fare janë gjykatat e UNMIK-ut, po ashtu e marrin përgjegjësinë për gjykim 6 muaj ose mos gjykim. Që për cili është në jurisdiksionin e gjykatës. Sidomos në qatë 6 muaj. Mirë po, bashkësia ndërkombëtare dhe prania ndërkombëtare nuk e ka ditë që është efektivisht e pamundshme ose spaku e pasprovuar deri sot me marrë përgjegjësi të drejt për drejt për gjëra që kanë ndodhur brenda një territori të administruar ndërkombëtarisht. Edhe mandej kanë filluar mu përhap do të tregime të strukturume mbi grupet që kinse i kanë ndërmarrë këto krime, motivet që i kanë pas, pra jo ndërtu mitet tona. Edhe në fund, ato mite janë shëndru në dokumente. Pra njëri ndër dokumentet e para mbi të ashtu quajtur në shtëpia e Verë, që është një trillim prej fillimit e deri në fund, është botu internalisht në administratën e UNMIK-ut në vitin 2003. Në vitin 2003. Edhe prej vitin 2003 një dokument i tillë i ndërtuar krejtësisht mbi deluzione, mbi pohime totalisht pa kujdesshme, edhe të pa përgjegjshme, është ende në përzyre, e është ende në për New York, e është ende gjithka prej vitit 2003. Edhe në fund, dokumentet tilla gjithmonë kanë mu përdor politikisht. Që thot Clausewitz, krejt politika në fund është lokale. Edhe për njerin si Dick Marty, edhe ajo ka qenë mundësi që lokalisht brenda komunitetit dhe grupit vetë politik kudo që ka qenë Zvicër, e ka pa këtë si mundësi për me e qu për para një agent për të cilën edhe ai, sikurse pajtohemi këtu, sikurse edhe një pjesë shumë e madhe e kësaj shoqënie tonë, kanë qenë të bindun që veç a dën dikush me bohetime se dëshmi ki gjithandej. Edhe në fund është ndërmarrë në emën të, që thojnë në emën të spastrimit të dilemave rreth administratës ndërkombëtare, në emën të një farë kontabiliteti politiko-ligjor, disa prej qeverive, përfshirë dhe qeverinë atëhershme amerikane dhe qeverinë gjermane, edhe BN, e marrin përsipër me e spastru edhe këtë dilemë, e cila për ta ka qenë e nevojshme politikisht. Po e bojmë një gjykat, me qenë se pas ka dëshmi, edhe me qenë se aq shumë është fol, atëhere let triumfon drejtësia e bazuar në dëshmi. Edhe kjo viti 2010. Vitin 2010, krejt instancat politike vendimmarrëse që merren me Kosovë, me gjithë ndjenjen e fajësisë që për shkak bombardimeve, intervenimit ushtarak, kanë thonë ta gjejmë një mundësi që të barazohemi, që dalim, që shme thonë, korrekt edhe dalim të barabart
para krejt palëve të përfshira, edhe para komunitetit shqiptar në Kosovë, para kosovarëve, para sërbëve, para sërbis, let flet drejtësia e bazuar në dëshmi. Apo dënë ti mos me pas dëshmi prej viti 2020. Edhe apo dënë ti me pa edhe gjykata, që kjo gjykatë speciale, që o fut në proces edhe o mbet në të. Me qenë se dëshmive gojore, verbale, sidomos të thonuna prej shoqënive ballkanike, nuk o mirë më gut mi nxon besë. Se këtu njerëzit në fund kanë me të thonë, e ato, qush me thonë, që shprehet ajo me atë thënjen popullore, boni mali fësh. Mas pari jo ka qenë vrasje, jo, mas pari e kom pa njerin me sytë mi, ma ndej në fund, del që boni mali fësh, se kom pa deri në fund. Edhe që kanë bo këta, është dëshmi mas dëshmije, dëshmitar mas dëshmitari. E kanë pa që gjasat nuk janë të vogla, që janë ra edhe viktim e nevojës politike për mu barazu, politikisht për intervenim ndërkombëtar e tjera, mirë po janë ra viktim politike edhe e që ti hype. E që saj klime të pa arsyeshme që është kriju gjatë viteve. Edhe sot e kini gjykat e cila mundohet me kriju dëshmi prej Kurçkafit. Edhe janë ras në një proces të një alkimie legale, të një alkimie juridike, të u mundu me bot diçka prej Kurçkafit. Vitet kalojnë, mujt kalojnë, edhe ti ishe ata prokuror e krejt atë establishment të u mundu me e arsyetu edhe me racionalizu një proces i cili jo ka shkon kur ka. Tash, unë nuk e di për veti. A është ma mirë na me folë qështu, pra a është ma mirë për njerëz tanë që i kem atje, apo është ma mirë me prit le të merr epilog kjo punë një herë. Me qenë se nuk e di çkafi i bën, çkafi është më e dobishme e çkafi jo më e dëmshme për njerëz cilët e kanë pas qatë fatkeqësi. Që kjo ka qenë logjika prej që 5 vjet. Pra, që i bën, që është hajrë e që është sharë. Po, në fakt, procesi tash ka ardhur deri në një pikë ku duket që është pika e vlimit. Po, pyetja që shtrove, sigurisht do ta diskutojmë, pra, Dibran, pra, duke pyeti në fakt, po, edhe i përmendi faktin që këtu i ndërtu dhe karriera politike. Për shembull, e fundit, sot është një parti që ndër tjera platforme ka, edhe që të sentiment me ka, që është partia Guxo. Pra ata hala ushqehen, absolutisht, hala ushqehen për akuzave kush i boni vrasje, tek i boni. Pra i gjojnë personazhe caktume të tokës e nën tokës e mbi tokës, i gjojnë që mendojnë njëjtë edhe i promovojnë ato. Pra, kjo tash mundet me pas partit caktume, për shembull PDK-ja mundet me qenë e shqetësuar për shkak se i ka edhe njerëz të vet atje, ose organizatat e luftës se po bëhet një dëm, ose njerëz tjerë, po duket që jo këtë njerëz mendojnë njëjtë. Pra ka një pjesë të madhe edhe të partive, edhe të qeverisë aktuale që mbet gjallë, merr vota në emër të mbajtjes së këtij sentimenti gjallë. Pra që sa të krijohet përshtypja nëse i dëgjon disa intervista tënde që këtu krime ka bëu që këja s'kanë bëu Serbia, 98-99. Para se me shfrytëzu sentimentin, dhe duhet me ekzistu një farë terreni fertil që ti me mujt me shfrytëzu atë sentiment. Të më një farë për mu si aty që me mbjell këtë sentiment e mandej me korë. Na pëndohet për harrojnë faktin e thjesht që veç 1% e popullsisë, tani me listat fryme, kështu nështë ta ka shku të 2-3%, po prap 1% e popullsisë kemi marrë pjesë në luftë. Edhe 99% të tjera në mesin e këtë 99%, nëse ka pas për atyni që s'kanë guxu, ose për arsye tjera nuk kanë mujt më inkuadru në luftën çlirimtare, atëherë metet një pjesë që pastaj u ka bashku vagonit, sepse ana e drejtë e historisë thotë që na jemi çliru përmes jo vetëm, po edhe përmes UÇK-s, dhe ata tjerë që nuk kanë pas vend as anej as kënej, është dashur ndoshta me gjetë një lloj
alibije. Nuk deshta me ulshu prapë të faktët se ato dihen prej themelimit edhe çysh ka shku procesi. Unë bes në qëndrimet që drejtësi duhet me pas për të gjitha viktimat. Me thonë, na po themi që ti e përmendë, dikush ka ndërtu karrierë politike mbi vrasjet që ka ndodhur. Tu akuzu këtë. Po, karriera politike e dikujt, na mujna me gjyku nga një këndvështrim politiko, moralist o etik, që du shtuj. Po vrasja si e tilla ka ndodhur. Dhe prej kujt ka ndodhur. Dhe nëse nuk ka ndodhur prej këtyne që po akuzohen, edhe ma mirë, po dikush është mrapa asaj vrasje. LDK-ja sa ka trumpetu për vrasjet edhe gjitha viktimat e tjera. Tash, për procesin e përgjithësi, mënyra qysh është gjatë, mënyra qysh nuk jenë përcaktuar fatet, është për mu shkelje drejtave të njeriut. Ka qenë për shtet edhe s'ka bo kur gjo për atë punë. Kjo është si vetëvendosja ka akuzu që e kanë vrasë Dehorin, edhe në fund ka arnë për shtet që 5 vjetë i kanë zhduk provët edhe që në marrë ma atë punë fare. Pra ideja që ti ki fitu votat, ki arnë për shtet, pa bo edhe tash ku i bën 5 vjetë aty edhe s'bën kur gjo. Pra që kjo është qëtësimi, se nëse ti kërkon drejtësi, është absolutisht humane edhe duhet. Nuk kanë asni të drejt dhe nuk ja u legjitimojmë as kur farë piknisje të tyne për me kapitalizu politikisht vrasjen që ka ndodhur. Po unë e bona prerjen, jo mes atyne që interpretojnë dhe kapitalizojnë vrasjet politikisht. Po deri te vrasja, pas vrasjes, kush ka përdor, ajo mbetet gjykimi politik dhe moralisti çështjes. Vrasja ka ndodhur. Më thonë, mos ti përmenim tash me anë, dhe kush është mrapa aty në vrasjeve, duhet me u zbardh. Tash, për procesin, kjo është themelu në 2015, në tash përbuën 10 vjetë, nështë ta ka njës një 2 vjetë ma vonë me mbledh prova, këta që Ismaili për thot, nuk shoh në e farë që dijet madhe se ata prokurorë që atë punë e kanë me shku në Serbi, kanë me shku në këtë venët që dojnë me mbledh prova. Dojnë me mbledh prova se ata prokurorë që atë punë e kanë. Jo, Dibran, vëqë ta sharaj, nëse ki probleme të informacion. Ose mujna edhe me përfundu se po mista përfundu se i na zhiru shumë. Tash, kur e thash për që 10 vjeqarë, që gati 10 prej momenti që ka njësë fillimi, funksionimi i këti institucione, këta, kur e krahason për shembull me tribunalin e Hagës për ish Jugosllavi, aty ka pas rreth 160 të akuzuar dhe ka zgjatur janë 20 vjet, po kjo nuk është as parapërsisht, domethënë në ato kapacitete që është dashur me hulumtu edhe për çto me pas dosje me faqe milion që po më duket absurde. Po unë besoj që tash duket kanë me nis dëshmitë e mbrojtjes. Edhe po shpresoj që për të mirë të Kosovës edhe që mos me i ra hiezez këtë asaj që është asaj përpjekje me shumë gjenerata të paktën për mu edhe ma mirë nëse rrëzohen krejt, por ndërmarrje e përbashkët kriminale dhe strukturë, si më thonë organizume, zinxhir komanduse këto që futën më në ndërmarrjes kriminale të përbashkët, me urgju si pike akt akuzës, i shkon tejet jetike, si me thonë për Kosovën. Ta shumë shkur 2 çështje me zotin Gruda. E para, na duhemi mju këthy që thesh shkaku dhe pasoja. Me thonë, ku na i përmenin afatet, edhe thojmë që është e pa drejt që pajtohemi, që me ustër zgjatë në qëtë formë procesi. Qysh na nuk kemi të vëmendshëm dhe qysh ato entitete politike në këtë vend që i kanë dhonë shtys vetë gjykatës, qoftë edhe për të mirë të Kosovës, nuk jenë konë ashtë të vëmendshme ato entitete juridikisht që me përcaktua fate. Me thonë, në paraburgim, po supozoj se unë jurist nuk jam, në paraburgim nuk mund është mas shumë se 3 vjetë, se 4 vjetë me nejtë, për shambull, nuk e di ashtë e pranushme kjo juridikisht mu specifiku edhe me u normu. Se më thonë, mrena ligjit për dhomat specializume. Si do qoftë? E para, dhe e dyta, në kotë arsyshme. Përparimi edhe e dyta, përparimi vete e përmendi. Me një vend të lirë. E fundit, përparimi vete e përmendi është në mirë me i bon ndërë
edhe atyne, edhe venit, kur e citojmë drejt raportin dhe kur thëjmë të atë çka specifikohet aty. Shtëpia e verdh flitet për shtëpinë e verdh, po flitet në një pjesë e raportit. Ndërsa në fillim të raportit që Asambleja Parlamentare apo që shuhet e Këshillit të Evropës është në faqe zyrtare, titulli i raportit nis me trajtim çnjerëzor pra të qenieve humane dhe trafikim në shtëpinë e verdh, po. Jo, dhe trafikim, dhe. Raporti nëse e citojmë paragrafin e parë, thotë sipas dhënave një numër i treguestish konkret të përputhshëm konfirmojnë se disa serbë dhe disa shqiptarë janë mbajtur të burgosur në vende sekrete të paraburgimit, në kontrollin e UÇK-s, në veriun e Shqipënisë dhe janë nënshtruar trajtimit çnjerëzor dhe degradues para se të zhdukeshin përfundimisht. Që ky është për trajtimin çnjerëzor, për mbajtjen dhe zhdukjen, pastaj edhe për trafikimin e organeve. Pra janë dy pika, domethënë nuk mund na për ato që shumë mirë që kanë ra akuzat, janë hedhë poshtë për shtëpinë e verdh, po tash për në rregull, nuk kanë figuruar. Kanë ekzistuar si pretendime që si përfshi pastaj në raportin fillestare, kryesore. Detonation apo çush do që është specifikuar aty, edhe kjo është pjesë e raportit. Pra duhet me saktësu kur thojmë, kur e citojmë raportin, edhe i bëjmë derë vetë. Trishtimi i thuja se, mos më thonë gjithë botës, po posaçërisht Evropës, ka qenë raporti i Dick Martit. Edhe këta në Këshillin e Evropës, kur ai ka raportu, do të thotë unë besoj që secili person, posaçërisht ne shqiptarët kemi pas një vullnet të jashtëzakonshëm, që faktikisht të dihet kjo çështje meqense se na ka dhënë një hije tepër e zezë, edhe posaçërisht kur ka të bëjë me një ushtri e cila ka qenë vullnetare. Mirë po pastaj rrugës derisa është formuar gjykata speciale, gjithçka ka degradu. Dhe për këtë arsye kemi edhe net ligjit për gjykatën speciale, që do të thotë nuk ka kurfar aludimesh që dikush mund të jetë i akuzuar prej shqiptarëve për trafikim të organeve njerëzore. E tash, sigurisht edhe duke e thënë një kronologji të asaj çfarë ka ndodhur të presioneve që kanë qenë ndërkombëtare posaçërisht të amerikanëve që i kemi përjetësisht meq, dhe për këtë arsye shumica e prokurorëve janë amerikanë, kanë qenë edhe në rastet krimeve të luftës për akuza ndaj pjesëtarëve dhe komandantëve të UÇK-s të Kosovë, por edhe në gjykatat ndërkombëtare. Dhe pastaj gjithçka ndodhi diçka që thuja se deputetët asaj kohe nuk kanë menuar dy herë. Edhe aty mund me gjetë edhe në ligj për gjykatën speciale, mund me gjetë edhe gabime logjike, gabime gjuhësore që duket që dikush ka formuluar apo e ka shkruar në anglisht, pastaj ka qenë një komision faktikisht në atë kohë, kanë në Preval, në hotelin Sharr, dhe gjitha shka kanë mujt ta tanë, të ekspert tanë, do të thotë shqiptar, sigurisht kanë pas funksionet caktuar më së përmend tash 7-8 që kanë qenë me emna, ka qenë do të thotë një friksim që eventualisht edhe pjesëtarët të UÇK-s që janë liruar prej akuzave, që mund përballen edhe një herë për të pastruar për herën e dytë apo tretë në gjykatën speciale. Dhe këta kanë arrit faktikisht, do të thotë, unë po them në mënyrë figurative se kjo ka qenë tepër degraduese me harxhu 10 ditë për diçka që parimet njerëzore, juridike, ligjore që një 2000 vjet nuk lejojnë që dikush mu gjyku 2 herë për të njëjtën çështje, përveç se gjenden prova të reja që nuk kanë qenë gjatë gjykimit parë. Do thotë, kanë përfunduar që X y Y, pa ana po folëm, nuk mund edhe një herë mu akuzu. Për veprat që janë liruar. Reagimi i sotshëm për shkak i Po, reagimi është i drejtë për shkak se na pedim që jemi 1 minutë në 12 para se me përfundu punën gjykata speciale në shkallën e parë. Dhe ata nuk i kanë 400 pjesëtarë të UÇK-s atje tu i gjyku, e që po jo dashka 5 vjet, i kanë 4 persona, po folim për rastin Thaçi dhe të tjerë. Do thotë, nëse këta kur mundet me ardhë dete vendimi? Po jo, vendimi sigurisht që vjen ka fundi i vitit, apo eventualisht vitin e ardhshëm, varësisht prej mbrojtjes çfarë strategji e bën, por njëherë tani jemi në fazën kur përfaqësuesit që janë avokat të viktimave, ata faktikisht do të vendosin që do të paraqesin dëshmi të reja, sepse kanë drejt, kështu është ligji për gjykatën speciale apo jo. Pastaj strategjia e avokatëve që në prizmën teme do duhet të ishte e përbashkët. Me siguri që nëse na e shohmi si ujt, që kjo është klienti jam edhe mu nuk po më intereson për këta 3 tjerë, është e gabueshme. Dhe besoj që ata qaq të ndershëm janë, edhe pse paguhen relativisht tepër shumë, që nuk besoj që ka avokat që për momentin për këto 4 vite në rrezullin toksor, për ksilan që prapërsisht për ta duhet me qenë thjeshta, që paguhen kaq shumë pa çështje tjetër, dhe gabimi trashanek
të qëllimshëm, pa qëllimshëm që kanë bë avokat në gjykatën speciale është që nuk kanë marrë nimëri avokatsh, asistenta dhe lloj-lloj ndihmë juridike nga vendorët. Për shkak se nëse kishin qenë ekipe mikste, shumica me qenë vendor, edhe sigurisht që nëse na edhe kem prirje që kushtimisht me thonë ma tepër ju besojmë të hujve se tanëve, atëre besoj që rezultati kishte me qenë, po birë me arsye, pa arsye, po të foli për atë ku kam punuar, kishte me qenë rezultati shumë ma i pritshëm që me qenë pozitiv në kuptimin e lirimit tyne, sepse pa marrë parasysh kush ka preferenca politike apo çfarë do, kush do që ka çfarë do lloj inati, përveç sigurisht për ata që identifikohen si viktima, këtu është çështja e Kosovës, nuk është çështja e katër emnave. Edhe na përjetësisht do thotë kjo do të mbetet në historinë e një shteti të ri që do thotë nëse akuzat bin, sigurisht që krejt kjo është okej, por nëse eventualisht me këtë strategji që po e përdor tani gjykata, sepse gjykata nuk duhet definitivisht me qenë servisi prokurorisë, edhe që po jep faktikisht aludime tepër trana, do thotë perceptimi është që rezultati nuk mund ta presim që edhe me qenë të kënaqur me rezultatin e tyre. E tash, tu e pa që faktikisht ta kanë përdor metoda njerëzore në kuptimin e shkeljeve drejtave elementare, njerëzore dhe juridike, tu i qit aty para bankave të dëshmitarve, nimëri edhe ushtar, edhe komandant të UÇK-s, edhe personat të tjerë, sigurisht që nuk ka mund me qenë akuzum, apo dëshmitar kanë mund edhe persona që nuk ka qenë pjesëtar të UÇK-s, edhe tu i marrë në pyetje, tu i shtryll faktikisht, edhe në momentin që i kanë marrë në pyetje, me qenë se ftesat fillestare, kanë qenë duke nuk besoj që ka pa dikon rrudhin toksor apo të gjithë na, që me qu ftesë dikujt shkrume, dëshmitar i dyshuar. Do thotë s'ka kërkon hiç bot, edhe je dëshmitar edhe je i dyshuar. Ata si shpërblem, po them, do thotë që i kanë marrë një herë peng, i kanë shtrydh, po them me informata çfarë do që i kanë marrë, nuk po them që kanë qenë deklaratat e tyre të dëmshme për këdo për cilë po flasim, edhe pastaj ditën e nesërme, do thotë kanë heqë dorë, kanë pezulluar hetimet ndaj tyre. Dhe sigurisht që avokat saktum, avokat kanë qatë farë punë edhe, për shkak që të reklamimit vetes thonë, okej, klienti jam nga dita e sotme janë pezullu hetimet ndaj tij. Çipi bie. Ti një herë për merr në pyetje. Leon Tomen Dugin Kanda, cilësi dëshmitarit, edhe pse ai paraprakisht ka qenë edhe i dyshuar. Edhe ditën që pe përfundon dhënien e dëshmisë, ti jep një vendim që pi thu hetimet ndaj te janë pushu, janë pezullu. Po them nuk je më jetum. Që folin gjuhë popullit. Po kjo vjen shantazh. Që kjo i bjen thjesht shantazh. Ti thu ma mu diçka, pastaj une e filtroj në prizmen qysh për këndë. Isha mendoj që ato që ta ina tash edhe 5-12. Po, une e thash që nisht edhe 1 minutë 12. Dugi tha, e shtoj që dilemin që kom përshtypjen që ka ekzistu për i fillimit. Pra, që talojmë drejtësin me bo, edhe sot për duhet talojmë, gjithmonë duhet me lojmë drejtësin, problemi është me full. Pra, na kena pas iniciativa për Shqipnije, për Edi Ramës, me bo diqka, pra për me, si me thonë, gjykata me qenë e bindur që këtu ka një monitorim për ato se qëfar ndodhë. Por në anën tjetër, s'kemi pa për qevis aktuale kur fa iniciative për kundrazi. Pra, njerëz e kësaj qeveri, pushteti, pra partive politike që përbojnë këtë qeveri, në fakt vazhdojnë mi përsejt një të akuza që i përmendi Dugi për që shojt notë në. Pra, ata e të vazhdu mi përsejt një të akuza për krerë të ushtrisë gjimtare të Kosovës. Po, do të filloj edhe me Dibranin, shkurt në keq kuptimin, se çka i bjen pala e përfshime në konflikt të jetë bërim informacioni për gjykatën e tregojnë juristat më mirë, po e pata fjallën për zyre konkrete, ku mbrojtja e nxjerr pa mbrana gjykatës dhe prokuroria e mohon kategorikisht që kjo është rënë. Mandej, del që prej 2016 edhe 2019 ka qenë zyre në Beograd dhe një diplomat sloven, Damjan Sedar, ka qenë i emëruar në atë pozicion. Mandej, prej largimit ti, a i shkon ambasador i Slovenisë në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe në biografinë e vetë e shkruan edhe stazhin e të qenerit shef i zyres dërlise. Nuk që dikush e konteston që ka pas zyrën Beograd. Do të thotë shumë është komplekse për me aloni kollajësit kalimit, sepse është mohimi i prokurorit që ka ekzistu ajo zyre.
se e pata për zyre konkrete, për emna konkret, vite konkrete. Qka i bjen kjo juridikisht, e sharojnë. Duke e shtroj dilemën në formë shumë racionale, se qka bëjmë dëm, e qka bëjmë mirë, të umorë me gjykatën. Ajo qka është... Kim drejt me vonë menimin tonë. A i ka bëjë mirë, si të menu me bëjë mirë, i ka bëjë në keqë. Në formë pyetje, që e patë për secilin qytetar. E para është e mirë që secili po e kërkon drejtësinë. Edhe kërkush nuk po ikë pozicionit të zbardhjes së fakteve nëse kanë. Do të thotë se është skizofrenike me kanë qytetarët që mos me ndodhë drejtësia, i shkanë shumë shqetësuse. Por mënyra se qysh po mrihet ajo drejtësi, me ato shkelje, menoj që ma shumë i bëjmë vetës dëmë nëse heshtim. Sepse heshtja është një lloj aprovimi. Tash, a ka mekanizma Kosova, shteti i Kosovës, për me kriju një lloj atmosfere monitorimi, të javë rëndu përgjithsin e aktivitetit tyne atje, kemë shumë shembuj. Shembujt më të mirë janë shembujt e shtetit Kroat dhe rasti konkreti i Gotovinës. Ama është vonë që tash me folë për qëto. Po, që e shtrove si... 5 minuta në 12, pra. Aja vlenë me folë për këta, apo tash përshkojmë drejt një vendimi, cilin, pra, na këna po në rastin e Calit, ka qenë për mu absolutisht i pa bazu në kërkun që e vendimi gjykatës, po e jarani 20 e sa vjet i ka tak burg aty. Pra edhe kërkush mo se diskuton atë pun, burgin e ka hongëraj, është të vujt, a gjykata ka full, si me thonë, gati si në dënimin e Sami Lushtaku që thike e ki vra dikën, a mos për të kalzën. është në vazhdimësi. As që ditë kërë e ki vra, ama në ty po dënojnë. Gati që ashtu ka qenë kërë rasti i Carit, dënimi i Carit. Ne si platform kem reagu prej fillimit, prej shqetësimeve të para të mënyrës se qysh ka rjedhë procesi. Do të thotë na nuk jem të ardhë edhe të full në 5 minuta në 12, po kem full në vazhdimësi dhe tani ka qëllu 5 minuta në 12. Po vazhdimësia e shkeljeve të obligon nëse ndjem përgjithësi qytetare për me pas mendim dhe reagim. Spaku një lloj monitorimi për krijimin e një atmosferës të përgjithësi, sepse ajo gjykat nuk ka vija relacione normale të shkarkimit të përgjithësisë ose arsyetimit të veprimeve të veta. Edhe avokati i popullit atje e ka një interpretim që përparimi e përmeni prej Serbishës, e ka një interpretim që tingëllon Qirilicë, në kuptimin që promovon një narracion të një propagande, të një kasaput që thot që populata knejpari ka nikë për bombardimeve të NATO-s. Kjo nuk duhet me heshtë ta shëshnia Kosovare? Ka vendim gjyqësor, Ismail, që je përparësi gjuhës serbe, si stash kundrejt gjuhës shqipe dhe anglisë. Vetëm sepse i vynë për qatë rast. Pas me një ndërprejt, pse pas qaraj Kur e ki... Vetëm se ta përmjë të qatë përdu me dalë tema... Kur e ki Pal Serbin, kur e ki Vukcevic, që ishtë prokurorin që lavdohet që zyre ju ka qenë kryesoria që e ka furnizu me material. Kur e ki premisat e një devijim, kur i ki premisat e devijume, kej stacionet i ki të qëta. Do të të se cili veprimi yti është pasoje që ati zinxhiri të gabimeve. Dhe shqetësimi është këtu. Nuk është shqetësimi a mi akuzu, a mi vendos para gjyqit.